Pas reagimeve të shumta me anë të komunikatave ndaj vendimit të gjykatës kushtetuese, Bashkimi Demokratik për Integrim ka thirrur protestë për të premten në ora 20 në sheshin e Tetovës. Protesta vjen pasi gjykata shfuqizoi vendimin e vitit 2007 për emërtimin e disa rrugëve dhe sheshit të qytetit me emra në gjuhën shqipe dhe të figurave historike shqiptare. Bajram Rexhepi nga BDI ka njoftuar se ky vendim është marrë mbrëm, siç thot pas heqjes së komunës së Tetovës ndaj kërkesës së tyre për seancë urgjente, ku kërkuan rimiratim të vendimit për emrat e rrugëve dhe pas arsyetimit të gjykatës kushtetuese. Kujtojmë se kjo valë reagimesh nga BDI ka filluar që para disa ditëve, kur gjykata kushtetuese e shfuqizoi vendimin e vitit 2007, me të cilin komuna e Tetovës i ndryshoi emrat e disa rrugëve dhe sheshit të qytetit. Ndërkaq, në lidhje me këtë, nga komuna e Tetovës kanë theksuar se vendimi i vitit 2007 për emërtimin e rrugëve në gjuhën shqipe ka qenë gjysmak nga BDI, teksa tani premtojnë se do të regjistrohen sipas ligjit, ndonëse nuk kanë precizuar se kur do të ndodhë.